I nderuar kryetari i komunës së Rrovecit, zoti Ismail Atifi. Kryetari është mbështetës i kësaj darke solemne. Andaj, një duar trokitje për kryetarin kishe kërku për gjithë juve. Të nderuar pensionistë, të nderuar mësimdhënës, familjarë të dëshmorëve dhe martirëve, të nderuar haxhinjat dhe ju kontributantës, mirë se keni ardhur në këtë darkë solemne. Pasi që kemi diskutuar, kemi mbajtur edhe fjalim në shkollë, për ditën e shkollës me një program shumë të mirë nga mësimdhënësit dhe nxënësit e shkollës, për cilët i falenderoj edhe nga këtu, tani ja kaloj fjalën kryetarit të komunës. Kryetar, fjalën. Mirëmbrëma të nderuar mësimdhënës, veteranë të arsimit, nxënës, prindër, drejtori i shkollës, udhëheqja e shkollës, përfaqësues të organeve të shkollës, të nderuar familjarë të dëshmorëve, të nderuar të pranishëm. Ne sot kremtojmë 100 vjetorin e themelimit të shkollës Bajram Curi në Krusht Madh. Përveç se është ditë gëzimi e feste, po ashtu është ditë malli, kujtimi dhe respekti e mirënjohje të thellë gjithë ata që kanë kontribuar për ngritjen e kësaj shkolle, për edukimin dhe arsimimin e brezave të shumë që e sollën shkollën Bajram Curi në 100 vjetor, pra në përvjetorin jubilar. Historia e kësaj shkolle ka rëndësi të veçantë, sepse mbetet ndër shkollat e para në Kosovë, prandaj edhe kjo shkollë, pra shkolla fillore e mesme të ulët, ka rëndësi të veçantë historike, jo vetëm për Krushën e Madhe, edhe për fshatrat përreth, edhe për gjithë zonën, sepse është një aset i rëndësishëm në edukimin dhe arsimimin e brezave që kanë marrë jetë, shpirt dhe i kanë kontribuar çështjes sonë pra arsimit shqip në Kosovë. Fillimi i shkollës shqipe është në vitin 1942, kur dhe mësues pra nga Republika e Shqipërisë kanë ardhur për ta dhënë kontributin e tyre në edukimin dhe arsimimin e brezave, si mësuesi Veli Çela e të tjerë. Kontributi i mësimdhënësve në këtë shkollë është shumë i madh. Ne përkulemi me respekt e mirënjohje të thellë për gjithë ata që kanë dhënë kontribut edhe në edukimin, edhe në arsimimin e brezave, po dhe kontribut, njëkohësisht kontribut atletar në ato rrethona tepër të vështira e komplekse. Shkolla Bajram Curi pra ka qenë dhe mbetet një vatër e rëndësishme e diturisë, e dijes dhe horizonteve të cilat i ka shpërfaqur në misionin e shenjtë, edukimin dhe arsimimin e brezave. Emri Bajram Curi nuk është i rastësishëm, sepse shkolla fillore e mesme e ulët, Bajram Curi jo rastësisht është emërtuar me një figurë, një personalitet kombëtar, një patriot, një pris për ngritjes, sepse Bajram Curi pikërisht ka lindur në Krusht Madh. Prandaj, me krenari e ka mbajtur këtë emër të rëndësishëm të historisë sonë kombëtare. Tu në këtë shkollë kanë dhënë mësim plot mësues, po natyrisht ne po e përmendim njërin prej tyre që ishte dhe mbetet edhe atletari i madh, edhe shkrimtari i madh, siç është Sulejman Krasniqi. Fejm boti, profesori nderuar, akoma nuk dim gjë për fatin e tij, pra ende i pagjetur profesori Shin Hoti.
si dhe po ashtu kontributi i dukshëm i plot shqiptarëve të cilët nuk jetojnë midis nesh, po jetojnë në mendjet dhe zemrat tona. Po është me rëndësi të theksohet fakti që nga kjo shkollë, përveç shqiptarëve të shuar, shqiptarëve të dalluar, përshëtohet shkëlqyshëm edhe sakrifica, jo vetëm për arsimin shqip, por edhe për shkrimin atë. Pra kemi plot raste ku kjo shkollë ka nxjerrë edhe shqiptarë të shuar, po edhe patriot të shuar. Ka nxjerrë edhe dëshmorë të arsimit, dëshmorë të arsimit shqip, dëshmorë të atëve, martirë, ka nxjerrë Këshin Hotit, Isa Durak, Dani Nalli, Gjeradin Nalli, Ilmi Gashi, Osman Ramadan, Osman Sejfullah, Avni Hoti, Gjemali Durak, Akin Nallin, Mohamed Mansurin dhe nxënësin Reshnik Hoti, ashtu nxënës i martirizuar që është nxënës i kësaj shkollë. Ne shprehim mirënjohjen dhe respektin më të thellë për veteranët e arsimit që nuk jetojnë midis nesh fizikisht, po si që tash jetojnë në mendjet dhe zemrat tona për shkak se kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe kanë lënë gjurmë të pashkryera në kujtesën tonë kolektive. Natyrisht, ne vlerësojmë pa mas edhe rolin, edhe angazhimin dhe kontributin që kanë pensionistët tashme në kësaj shkollë. Rëndësia që të ruajmë dhe të forcojmë arsimin tonë si të met të zhvillimit dhe të ardhës tonë është i jashtëzakonshme. Prandaj, shkolla fillore mesme Ult Bajram Curi akoma është një rol aktiv për edukuar, për arsimuar gjeneratat të cilat nesër në të ardhmen do t'i prinë dhe do t'jetë udhëheqës në fushën të rritë ndryshme shtetit tonë Republikës Kosovës. Urime për jubileun, për 100 vjetorin, lavdi për dëshmorët dhe krenarin për historinë e shkollës Bajram Curi nga Kusha Madhe. Urime, parësi e suksese, ju gjithë mirë të ardhmë. Ju shpreh mirënjohje dhe faleminderit përfititar të kësaj leve. Gjithashtu e falenderoj edhe Lerin Ramadanin, Fatmir Kërëziun, Pacanlaz, Kristin për atmosferën që do të japin të mbrëmje. Faleminderit gjithë, uroj që kaloni çastin sa më të mirë.